Mirdita, unë sot do përgatis një recet për pulën e detit. Unë me langun e pulës detit do bëj petë. Dhe në vend kulaçit do përgatis këtë recet, që e përgatis të gjithmonë gjyshe eme. Po, unë I kam shtu selinon, që në atë kohë nuk ishte, edhe vageten. Kurse kena kupat e pulës, që në atë kohë përdorsh të gjyshe eme langun e pulës. Për këtë recet na duhet feta bukbardh, që kam marrë 6 copë, 2 vesë, selino, qep, biber, kryp, vaget, sherbel, gjalp, edhe kena këto kupat e pulës, që do I hallojmë. Shkrim gjalpin, I hedhim qepen, edhe selinon. Saf na zbuten pak. Nuk do na me skuq, vetëm me zbut. Do largojmë nga zjarri, na ajo zbut mjaftueshëm. Do I hedhim gjithë masën. Dhe do e përzim. Do e përzim me dorë. Do I hedhim kryp. Do I hedhim vagetin. Do I hedhim sherbelin. Edhe biberin. Do hedhim edhe langun e pulës. Skupit që e shkrime. Do e përzim. Do e vendosim tavë, do e vëmë në furrë. Përsheshin ato li shumë I mirë, e lam në furrë për I gjysoret me 160 gradë. Kjo është një recet shumë e mirë, shumë e shijshme, për gjithë ata që nuk e bajnë përsheshin. Ju uroj gjithëve gëzuar festat e fundvitit,
e qoftë një vit i marë për gjithë. Faleminderit për shikimin, e kaloshi ditë sa më të bukur.